kërkej folje për këto që në ndodhë dhe kërkej me pas një dënim ma të butë, ose ma dënim ma pusht në vjetë në për vjetë. Mirë, atëherë vazhdojmë këtër. Për shkak veprave penale vrasjeve, nga 173 panë në paktas, e lidhur me 1 të Kosovës dhe 1 vepër penale të anëvojtjes nga 366 panë të Kosovës. Për të vendosur për ankesat dhe paraqitja punë të gjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Nga 173 paragrafi 1.1.5 dhe 1.11 të KPR-s, si edhe për veprën penale mbajtjen e punësi kontroll posedim të autorizuar të anëve nga 266 paragrafi 1 të KPR-s. Gjykata për veprën e parë ka gjykuar në dënim me burgimin në pasgjatje për 24 vite, kurse për veprën e dytë mbajtjen e punësi kontroll posedim të autorizuar të anëve në pasgjatje për 1 viti. Ashtu që i ka shqituar një dënim unik me burgim në pasgjatje për 24 vite e 6 muaj, në të cilën ka llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim nga data 13/10/2024 tutje. Ka obliguar të akuzorin që shpenzimet e procedurës penale të paguar në shumën prej 100 euro, si dhe ka obliguar që paushallin gjyqësor të paguar në shumën prej 100 euro. Kurse në emër të kompenzimit të viktimave të veprimit të paguar në shumën prej 50 euro, në afat prej 15 ditë pas plotësishtërisë së argjykimit. Të pandehur është të konfiskuar arma pistolet e llojit qanik me numër T6472 dhe një karikatur me 4 fishe. Të dëmtuarit Ramazan Shlivova, Zoja Shlivova dhe Seber Shlivova për realizimin e kërkesës pas llojit janë mësuar në kontest civil. Gjatë rrjedhës së procedurës, në shqyrtimin fillestar i akuzuarit Kurti ka pranuar fajësi për veprën penale për veprat penale për të cilën i ka ngarkuar ata akuza, andaj edhe pranimi i fajësisë nga gjykata është mbështetur në provat të cilat kanë mbështetur edhe ata akuzën, si vërtetimet për sekuestrime të përkohshme, pastaj dëshmitarë, proces verbali për kontrollin sekuestrim të përkohshëm, raportet dhe konsulatat për viktimën, pastaj raporti i policisë, raporti i autopsisë dhe të listuara në të gjitha në shkresat e nëndës. Andaj, lidhur me seancën e caktimit të dënimit, ashtu ka marrë mendimin e prokurorit, mendimin e mbrosit dhe mendimin e të dëmtuarve, dhe kështu që ka vlerësuar vlerësinë dhe llojin e dënimit. Andaj, gjatë vlerësimit të llojit dhe vlerësisë së dënimit, gjykata ka pasur parasysh si rrethana plotësuese, ashtu edhe ato rënduese, andaj si rrethana plotësuese ka marrë pranimin e fajësisë nga i pandehuri, që në fazën e parë të procedurën paraprapje, shprehjen e pendimit për veprën e kryer, moshën e tij të re në kohën e kryes veprës penale i cili ka pasur veç 19 vjeç, kurse si rrethana rënduese, gjykata ka marrë shkallën e dashjes të pandehurit për kryen e veprës penale, këmbëlsinë e tij, pabesinë e shfaqur nga i pandehuri, pasi që të njëjtit i ka ftuar viktimat që të takohen në një lokal dhe pastaj ka pasuar dhe vrasja e tij. Si dhe ka marrë moshën e viktimave, si rrethana rënduese, ka moshën prej 21-23 vjeçare. Andaj edhe gjykata është bitur se me dënimin e shqyrtuar do të arrijë qëllimi i tij. Të pakënaqur me gjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë, ankesë ka paraqitur ankesë të përbashkët të dëmtuarit, Ramazan Shlivova dhe Sefer Shlivova, vetëm sa i përket vendimit lidhur me sankcionin penal, duke propozuar që të njëjtit të shqiptojnë një dënim më i ashpër. Ankesë ka paraqitur edhe mbrojtësi të akuzuarit Jeton Maqedonci, avokati Jeton Maqedonci, lidhur me sankcionin penal, duke propozuar që të njëjtit për shkak të rrethanave lehtësuese, të cilat i ka dhe moshës së tij, të jazmu dënimin dhe të shqiptojnë një dënim më të vogël. Apo të anulojë gjykimin dhe të kthejë në rivendosje sa i përket dënimit të shqiptuar. Në mendimin e tij, prokuroria e apelit ka propozuar që ta aprovuesi bazuar ankesa e parë të dëmtuara Ramazan Shlivova dhe Sefer Shlivova dhe gjykimit dhe të shqiptohet një dënim më i lartë të akuzuarit, kurse të refuzohet si pa bazuar ankesa e mbrosit të akuzuarit
vjen kuti avokatit të jeton qëtëra. Si kesh në pika që? Prandaj, ishte praktikuar pika shkuta paraqitja për mbajtje së gjykimit i katër shkallës së parë, e pashtu edhe ankesa të paraqitja për ndërtimi e gjykimit. Pasi që nga prokuroria e Apelit së Shtaskësh vazhdoi me polin dëmtuar, i dëmtuari Ramadan Shlirova. Mirë po para se fillojmë, pasi që është ankesë për bashkë punë me zgjedhje cili doni pak më shumë pika shkuta në paraqitë për pjesën, apo doni ta mëni fjalën të vazhdojmë Ramadan Shlirova. Ramadan Shlirova, cili është? Qëllë tonë, vetë tonë. Do në ki ankesë, përveç ankesa, ki diska më shku me unë. Qa një, më në. E barësin djekës të nërë. Këtohet, për pjesë pasër e dike, para qëtë. Para qëtë, unë këtu gjykatën, më denu me dekë. Po, dhe edhe për e të është me ankesën që këne partit për bashkët me parin tjetër. Po? Nuk për një bashkë. Fjatë atit që me kuptoj bashkë fjatë. Fërda e? A pajtuash me që ato që ke thonë ankesë, apo ki diçka më thonë ma te për jashtë ankesë? Me ata ankesë, që shu të nu, ja. Ja, ti që ke bo ankesën tonë? Ti e ke bo një ankesë? Që të ankesën të... Pra ankesë tonë e ke fjallë? Po, që të... Pajtuash në tërsi më ankesë me përbojt në që ke thonë? Po. A ki më shtu diçka jashtë qasore që e ki në ankesë? Shkam më shtu më shumë. Po? Edhe propozëm? Edhe të me përnu ligjë që të... Dronë se pas ligjë. Me përnu ligjë që të dohet. Mirë, faminderit. Unë shmu, vazhdojmë të dëmtumi tjetër. Sefer Shlirova. Pajtohëm në ankesën tjetër. Që keni parasit, tërsi përbojtje që me keni shënë. Diçka më shku në jashtë pasore, jashtë ankesë. Në shku do më thonë nuk e di marsyën a dasani kemi menu që shkojmë në bazë dasana tjera, po sot nuk e di marsyën për çka... Mirë, do në propozivën, pra propozivën që shë i në ankesë, që shë ke cejtë që ashtë, pajtosh me që ato gjithë. Po. Ra pajtimi diçka ka me si e shatë. Ra pajtimit Njerë arsyën... për njerë kështë, da? Ja. Mirë, mu shmull, faminderit. Faminderit, mu shmull. Jo se nuk keni por, nuk keni drekë. Mirë, vazhdojmë me ndrështë të akuzumit, në? Shqiptar, të ndërruar antar, ne qëndrojmë në tërësi për ankesës sonë të parashtruar pranë gjykate për shkak të shkeljes, për shkak të vendimit mbi sankcionin penal sa i përket të mbrojtërisë Jan Hoti. Konsideroj se gjykata e shkallës së parë me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin nuk ka arsyetuar drejt dhe nuk ka marrë parasysh rrethonat lehtësuese të cilat janë arsyetuar nga ne me rastin e fjalës përfundimtare dhe gjatë gjithë procedurës. Po ashtu, konsiderojmë se dënimi shqiptuar është afër maksimumit ligjor dhe nuk reflekton me mjaftueshëm rrethonat veçanërisht lehtësuese përfshirë moshën e re të pandehurit, pendimin e menjëhershëm, bashkëpunimin e plotë qysh në ditën e parë me organet e drejtësisë dhe mungesën e presidentëve penal të mëhershëm. Duke marrë parasysh moshën e re, në kohën e kryerjes së veprës penale i njëjti ka qenë vetëm 19 vjeçar. Konsiderojmë se gjykata e shkallës së parë duhet t'i kushtonte vëmendje kësaj rrethone, për shkak se qëllimi i dënimit është edhe rehabilitimi dhe risocializimi i të njëjtit, jo vetëm ndëshkimi. Po ashtu, edukimi, rehabilitimi dhe reintegrimi i tij do të mund të ndodhë vetëm nëse të njëjtit i shqiptohet në dënim më i butë, marrë parasysh rrethonat se i njëjti është dorëzuar menjëherë, bashkëpunimin e tij të plotë dhe keqardhjen e tij të thellë dhe kërkimfaljen e tij qysh nga dita e parë prej momentit kur ka ndodhur ky rast. Ky pendim i tij nuk ka qenë thjesht formal, por ka qenë i motivuar dhe rrjedh nga ndjeshmëria e brendshme morale dhe përgjegjësia e tij penale, të cilën e ka kuptuar qysh në momentin e kryerjes së veprës, kur është vetë dorëzuar në minutat e para pas kësaj. Ashtu që dënimi i afërt me maksimumin prej 25 vite për një të rit 19 vjeçar, pa të kaluar kriminale dhe me reflektim të thellë bien ndesh në parimet themelore drejtësisë penale moderne, sepse mos të përsërisur për mbartjen e ankesës diçka jashtë asaj. Jo, vetëm konsideroj se bazuar për këtyre që u thanë më lart, propozoj gjykatës së Apelit të aprovojë këtë ankesë si të bazuar, aktgjykimin e gjykatës themelore në PEK ta anuloj dhe të akuzuarit Jan Hoti të zbutet dënimin në përshtatshmëri me rrethona lehtësuese ose çështja të kthehet në rivendosje në shkollën e parë. Vazhdojmë me takuzumin Jan Hoti, vetëm kom, ju të fillojmë të zgjidhni para se të përmbajtjen e aktgjykimit shkallës së parë, po ashtu
edhe të ankesa, si të parë të thumë edhe ankesës të mbrojtësit të juaj. Ju tash apajtoni me ankesën e mbrojtësit, apo keni edhe diçka më shku jashtë asaj që është tonë kamera mbrojtësit dhe në ankesën e shkotin. Kërkoj folje për këto që më ndodhë dhe kërkoj me pas një dënim ma të butë, ose ma të dënim ma pusht me vjetë. Diçka tjetër? Diçka tjetër. Faleminderit më shumë. Atëherë, konstatoj se me kaq sa unë sa përfundon, përveç gjykatës të shkallës së parë, një të ndihmë vendosës. Ditën e mirë, kalofshim. Doni parë do të më shkoj.